Ardit, Po, urna. pse nuk eksplodon më? Se kam gacmu më Albe. Sa pyetje me vend. Sa pyetje me vend. Në Aditi? Urna? Jo, S'kam gacmu më? jo, nuk është ajo. Nuk është ajo eksplodim ti që pe mendon. Kjo është për një ardit tjetër, sigurisht. Se nuk se. Faleminderit për pyetjen, faleminderit. Unë e marr këto si shumë pyetje e zellshme, shumë me kujdes e parashtrume. Ndoshta tash dikush ka me thonë në atë formën e vetë në formë metafore me demek, po mojë jërë të fundi e na po presim, se e di që ma kanë thonë edhe shumica më renda shtëpisë, ata që më njofin të paktën, edhe publika që më njeh. Ndoshta ëmbëlsira ka marrë, ka fundje që pi vjen një moment, po duhet e që pi vjen era që ati momenti. Kështu që shumë shpejt, nëse vazhdoj që ndroj këtu, po kime thonë, po pse ardit e ke prit momentin e fundit. Se pikrisht nuk kanë qenë të arsyeshme disa, do me thonë, tema, disa muhabete që unë me pru arditin në formën e vërtet. Për me shpërthy arditi, sigurisht që duhet diçka shumë e arsyeshme, shumë e fort, që me pas kuptim, të pas parasysh që nëse shpërtimi jam ndodh këtë periudhë, ka me qenë shumë e kuptueshme, ka me qenë çdo detaj shumë i kuptueshëm drejt publikut, se momentin që arditi shpërthen, sigurisht që shpërthej për diçka shumë të madhe edhe shumë interesante dhe në të njëjtën kohë diçka që ka me zhu sinqerisht shumë kuriozitet. Me sa duket që ka përgatit Edhe unë kam një Diti. koment vogël. Kam një koment. Apo tonë ti? Po. Si the deri tani nuk kam parë asnjë temë të tillë të arsyeshme për të shpërthyer. Po duke vazhduar, duke qëndruar në shtëpi, do të shikoni që pse tani do jenë temat e arsyeshme dhe s'kanë qenë deri tani. Sigurisht, unë edhe njerë për e thamë, ajo është vetëm një moment, edhe jemi të vetëdijshëm edhe ekziston fakti këtu brenda që secili për neve i duhet momenti për me shpërthy. Dikujt më herë, dikujt më vonë, sigurisht që ndoshta momenti jam ala nuk ka ardhur, prapë përsëris edhe njerë, ka fillu pak më ardhur era në atë drejtim dhe ajo kur ka me ndodhë, sigurisht ka me pas shumë impakt madh. Atom bomba. Momentin ndodh kur ndodh diçka arsyeshme që potencove që deri tash gjatë 2 muajve nuk ka ndodhur. Besoj që jeni me mua edhe jam shumë, po, jemi këtu edhe jemi dëshmitar të shumë rasteve, edhe ju e dini, tash secili këtu e njeh natyrën e secilit, edhe ju e dini se çfarë natyre komun. Sigurisht gjithmonë duhet me potencu që nuk flasim me dozë ofenduese ose nënçmuese larg asaj, secili ka mënyrën e vet, secili ka vlerën e vet. Po unë si ardit, po flas, duhet mu personalisht diçka me të vërtet shumë e fort, shumë logjike që me shpërthy. Prandaj, dhe nëse ndodh dhe inshallah ndodh, atëherë ka me pas impakt jashtëzakonisht të madh. Tani një koment unë. Nëse ndodh dhe inshallah ndodh, a do thot kjo Diti që ti duhet patjetër të shpërthesh për treguar ditën e vërtet? Diti i vërtet ka qenë gjatë gjithë kohës, nëse flasim në natyrën, mënyra se si jam, mënyra se si funksionoj, mënyra se si nuk përzihem në shumë gjana të cilat nuk i shoh të arsyeshme. Edhe prapë edhe njerë po e potencoj, këtu secili në një formë ose në tjetër mënyrë i ka hik shumë gjanave, jo pse nuk është në gjendje me u ballafaqu, jo se nuk ka mundësi me ju kundërvy ose me dhonë një mendim pak ma momental, po une nuk jam inkuadru për vetë faktin që nuk kom pa diçka që ka, do me thonë, disa tema, disa gjana, cilat janë shqyrtu këtu, kanë qenë temat hapuna najr, jo drejt konkluzioneve, dhe të e pa që në loj, dikush përdor edhe gjana tilla, nuk e kom pa të arsyeshme me ndërlidh për vetë faktin që ajo ndoshta edhe nuk do të merresh te parasysh dhe do të vazhdon të repetej njëjta dhe ditëve në vazhdim, siç ka ndodhur shumë fatkeqësisht, siç ka ndodhur shumë gjana ku janë banalizuar, kanë shku deri në ekstrem dhe pa konkluzione konkrete. Diti, ti tani si natyrje i karakterit fort. Ardha replika e fundit. Po. Okej. Ti si natyrje intelekt, karakteri fort dhe ti vlon për drejtësi. Po. Tani,
A nuk do të thotë kjo që diti një natyre të tillë do të reagoj pashtu edhe në fenomenet ku ndodhin jo patjetër te vetja jote, po edhe kur i sheh tek tjerët, se këtu kemi pas shumë situata që janë prek familjet, janë prek morali, janë prek karakteri, janë prek jeta jashtme. Dhe janë shfrytzu situata të ndryshme të njerëzve për t'i eskaluar me qëllim në momentet e dobta. Pse diti nuk ka reaguar në ata momente për fenomenin që ndodh, përderisa ti je natyrë e drejtësisë. Se unë e di shumë mirë që njerëzit që janë natyra e drejtësisë dhe që ju vlon flak për mbrënda, nuk reagojnë vetëm kur i ndodh te vetja, por reagojnë kur ndodhet te tjetri, se e din që edhe tjetri është një shpirt njeriu, siç ne që jemi gjithë dhe gjithë jemi një frym nga Zoti. Amen. Dhe ti e di shumë mirë që kur i ndodh tjetrit, mund të ndodhe edhe ty diti. Kështu që janë dy arsye. E para, edhe tjetri ka shpirt siç ke ti, fryma që ka tjetri ke edhe ti, dhe po ndodh një fenomen që një njeri po sulmohet në mënyrë shumë të padrejtë, dhe jepet një mesazh i gabuar jashtë. Pse diti nuk reagon në situata të tilla? Nuk kom reagu për vetë faktin që, do me thotë shumë pyetje e mirë, nuk kom reagu për vetë faktin që kanë qenë përzim shumë. Do me thonë, janë inkuadru shumë. Po ke thënë pa konkluzion, se ti su bërë njeriu i konkluzionit, përderisa ti vetë ke thënë që ti gjithmonë e thua fjalin e fundit. Ke shumë të drejtë. Kemi ka pas pyetje lutem në rregull, tash po e përfundojmë. Sigurisht që po, na e dim dhe mi të vedishëm që ka mu rihap kjo, se këto janë të pashmangshme dhe të, do me thonë, ta jap fjalën që nëse rihapet kjo bisedë, sërisht e që ka me vazhdu, atër arditi ka me reagu që aty, në atë njërë, po, ndizom, nuk jom inkuadru për vetë faktin se kom mendu që ju keni me bo zgjedhjen vetë, që pas parasysh që të rut jonë do të mishtin funksion. Jeta së është me menduar, jena është me të vepruar. Ndizom, në regull, po ama, që pas parasysh që kanë qenë çështjet juaja personale, nuk kom dash me ndërhy. Për deri sa... Po jo, po, regull, unë po të kuptoj. Ardit ndërpreja. Po të kuptojnë atë Jo, a i t'nash, që gjysë a një i pyetje. A jetë do, po jo, s'kena ku. S'kena ku gjithë për para, që moderatori e ti. Ndizom, Alba, kom mendu që diçka që keni pru vet, e keni, do me thonë, shpall vet, dhe vetë keni me i dalë në qash. Për deri sa kjo nuk ndodhë, si pas gjitha gjasave dhe duhet marrë masa. Amen. Kështë e diti që duhet merë të masa? Kur dhe marrësh masa? Duhet marrë masa. Big Brother? Gëzuar. Me status